Inflacioni vjetor në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rënje në 2.3% në muajin korrik, thon nga Vlen. Zëdhënësi Driton Sulejmani deklaron se kjo paraqet përmirësim krahasuar me 2 vite më parë, kur inflacioni ishte 4.5%. Sipas Sulejmanit, stabilizimi i çmimeve është rezultat edhe i masave të ndërmarra për mbrojtjen e standardit të qytetarëve dhe vendosjen e më shumë rregullave në treg. Gjatë kësaj periudhe janë ndërmarrë masa për mbrojtjen e standardit të qytetarëve dhe vendosjen e më shumë rregullave në treg. Ka vazhduar zbatimi i ligjit për ndalimin e praktikave të padrejta tregtare, i cili mbron prodhuesit dhe konsumatorët nga keqpërdorimet në tregtinë me produkte bujqësore dhe ushqimore. Ulja e akcizës e derivateve gjithashtu ka ndihmuar në lehtësimin e shpenzimeve për qytetarët dhe bizneset. Megjithatë, nga Vlen pranojnë se ulja e inflacionit nuk është e mjaftueshme dhe se qytetarëve u nevojiten edhe vende të reja të punës dhe të ardhura më të larta. Për këtë qëllim, sipas tyre, po zbatohet plani operativ për punësim. Inflacioni më i ulët është vetëm një pjesë e punës. Qytetarëve u duhen vende pune, të ardhura dhe mundësi për të ecur përpara. Për këtë qëllim po zbatohet plani operativ për punësim me rreth 40 milion euro të parashikuara për punësim, vetpunësim, trajnime dhe aftësim profesional. Në njërin anë po punohet për më shumë stabilitet të çmimeve, ndërsa në anën tjetër po krijohen mundësi për punë, të ardhura dhe zhvillim të bizneseve. Ndryshe, plani operativ për punësim është projekt që po zbatohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Punës. Veç kësaj, Ministria e drejtuar nga Durmishi ka zbatuar edhe një sër masash për të mundësuar hapjen e vendeve të reja të punës me qëllim uljen e papunësisë.